ti je anti-shqiptar për Macedonasit. Në qoftë se ke politika anti-shqiptare, ti fiton vota më shumë. Kështu është edhe më tutje? Absolutisht. Kjo është... A i ka marrë kështu votat edhe VMRO-ja? Absolut. Do me thonë, moto e VMRO-s ishte t'ja kthejmë Macedonin Macedonasve. Do me thonë, nuk ka qenë Macedonasve. Vetëm se, në qoftë se mendojnë racionalisht, mënyre vetme e përparimit shtetit, në qoftë se Macedonasit e duan shtetin e vetë, duhet pa tjetër të zgjohen dhe ta kuptojnë se mënyre vetme është kohezioni me shqiptarët, bashkëpunimi i afërt me shqiptarët, sepse shqiptarët e Macedonasit janë 90% e popullatës në Macedoni. Dhe kjo qasje e gabuar e Macedonasve, të cilët mendojnë vetëm për zgjedhjet e ardhshme, kjo u sjell telashe afat gjate, dhe afat mesme normalisht, sepse ato mendojnë si të marrin vota në këto zgjedhje lokale. Nuk e mendojnë shtetin si do të jetë në 2026, në 2027, në 2028. Prandaj them, fillimi i negociatave me Bashkimin Evropian dhe bashkangjitja e Maqedonisë zbashku me Shqipërinë në rrugën evropiane është shumë e rëndësishme. Dhe kjo s'bëhet pa marrëveshje me Bullgarinë, pa asnjë diskutim edhe pa ndryshime të kushtetues. S'ka përfaqësues evropian që ka erdhur në Maqedoni dhe që se ka thënë se Maqedonia nuk ka plan B. E ka vetëm ndryshimet kushtetuese. Se ekziston frika nga Bullgaria, zoti Taravali? A është përsëri faktori sërb këtu që ka një dorë të shtrirë, apo është frika e brendshme e faktorit Maqedonas se shumë Maqedonas do të deklaroheshin bulgar? E do ndryshonte struktura? Nuk mund ta kuptoj, do me thënë, logjikën e të menduarit të Maqedonas. Unë mendoj se ndikimi sërb, e them, është si asnjëherë më parë, sidomos këtë vitin e fundit, dhe se di pse nuk zgjohen dhe vetëdijsohen, ose që është politikanët e kanë për obligim, si qytetarët, lexojnë lajme, nuk janë shumë të informuar, se mënyre vetme është që Maqedonia si para 15 vitesh ka pasur raporte korrekte me Bullgarinë dhe me të gjithë fqinjt, dhe të gjithë politikanët Maqedonas duhet të kenë një ekuidistancë, po edhe raporte korrekte me të gjithë fqinjt. Kështu që ngjarja e tragjedisë së Koçanit prej Bullgarie, ministri i parë i shëndetësisë që mu paraqit. Ju ishte në menaxhim e sipër të kësaj situate. Dhe ministri i parë që mu paraqit ishte ministri bullgar. Dhe u morën 15 apo 16 pacient për të kujdesur, për të shëruar në Bullgari, të parit që i morën. Gjithashtu edhe Serbia mori, edhe Greqia, edhe shumë shtete tjera, po du të them, ai ishte momenti për afrimit. Dhe unë zbashku me, si ministri i shëndetësisë, zbashku me ministrin për punë jashtme, e vizituan Bullgarin, pritja ishte jashtëzakonshme. Prindërit e fëmijëve që shëroheshin atje, më thënë, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme tyre si janë prit këto pacientë, si janë trajtuar, dhe unë mendoj se ky ishte moment i dur për të reflektuar kryeministri, po përsëri e shoh që kjo nuk ndodhi. Fatkeqësisht nuk ndodhi, përsëri ka divergjenca. A është problem vetëm tek një palë, shembull tek VMRO-ja, apo është kjo përqasje ndaj Bullgarisë në përgjithësi, zoti Taravali, edhe nga pjesa opozitare? Unë e shoh fatkeqësisht një parafrim të LSDM-s dhe VMRO-s. Ato funksionojnë si një parti. Në këtë drejtim. Edhe kjo nuk është mirë për shtetin. Imagjinoni Dodiku, i cili është në listën e zezë amerikane, ishte në Shkup, në qendër të Shkupit. Aty nuk ishte simboli flamuri i Republikës së Bosnjës dhe Hercegovinës, po flamuri Republika Srpska. Imagjinoni në atë tubim ku flet Dodiku mes Shkupit, edhe kryetari pozitës, edhe kryetari opozitës Maqedonas. Dhe kjo është mjaft për ato njerëz që kuptojnë pak nga politika. Po, është shqetësuese, pa asnjë diskutim. Dhe nga ana tjetër, Maqedonasit mund të ankohen, thonë, po dhe ju shqiptarës po bënin më ndryshe. Ju po shkoni te Albin Kurti, shembull te kryeministri, po merrni urdhra andej. Edhe ne po shkojmë këndej. Urdhra nuk marrim, po sugjerime marrim, dhe respekti jon është i jashtëzakonshëm edhe ndaj Tiranës, edhe ndaj Prishtinës. Tirana ka edhe obligim kushtetues kryeministri i Shqipërisë, do të thonë obligim me kushtetut, që të kujdeset edhe për shqiptarët të cilët jetojnë jashtë kufive,
jo tash, po historikisht, prej kur ekziston Maqedonia e pavarur, raportet mes partive politike shqiptare në Maqedoni kanë qenë korekte me partit politike, pavarësisht zhvillimeve dhe ngjarjeve, me partit politike kryesore në Kosovë dhe në Shqipëri. E pashi një vëmendje e madhe i është dhënë edhe çështjes se si shqiptarët e Maqedonisë shembull e kanë përjetuar ndeshjen e kombëtarës shqiptare në futboll ndaj Serbisë dhe i lexova pak edhe mediumet maqedonase të cilat e vendosin në speak up ja se si shqiptarët e Maqedonisë po bëjnë tifo për Shqipërinë në raport që janë kundër serbë dhe po brohorasin vrisni serbët, po brohorasin me tituj të rëndë dhe me slogane e fashiste, ndërkohë që nuk e duan shembull kombëtarën e Maqedonisë, ku luajnë 7-8 futbollistë shqiptarë që janë me në krye me një super futbollist si Bardhi. Sot është dita e lidhjes së Prizrenit. Është fakt i pamohshëm që shqiptarët në gjitha trojet ku jetojnë janë të lidhur njëri me tjetrin dhe shqiptarët në Europën e Bashkuar, kur të kyçen edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe Maqedonia, edhe Serbia, edhe Malizi, padyshim që Do jetojmë pa kufi. Do të jetojmë pa kufi dhe mendimin e tyre nuk ndryshon. Domethënë ndjejnë një farë afërsie me njëri tjetrin në stadium në Tiranë shiheshte kjo atmosferë, gjysma e stadionit, nëse jo edhe më shumë se gjysma ishin prej Kosovë dhe prej Maqedonie. Ja 80% po, se unë isha aty e pash. Po aq njerëz kishte edhe jashtë stadiumit dhe këto bindje dhe kjo që ekziston në subkonsciencën e shqiptarëve është e pandryshueshme. Besoj se kjo është edhe në ADN-n e çdo shqiptar. E qartë, unë si vizione kam qartë, po a e pengon kjo funksionimin e shtetit të Maqedonisë së Veriut? Sepse është shtet i veçantë. Absolut apo jo. e plotson atë? Absolut jo. Shihni, divergjencat në çdo shtet, sa më shumë etni jetojnë, aq më e madhe është pasuria e atij shteti. Dhe maqedonasit, unë mendoj se e din ato të cilat janë racionale, ka plot të tillë që janë racional, të cilat e kuptojnë se bashkëjetesa mes shqiptarëve dhe maqedonasve është çelësi vetëm për suksesin edhe për funksionimin e shtetit, dhe për funksionimin e mirëfillt të shtetit. Sepse nuk do kishte. Sepse shqiptarët bëjnë edhe tifo, sepse gjysma e lojtarëve